Kiara Titon humb njeriun e shtrenjtë të familjes. Prezantuesja e njohur Kiara Tito ka ndarë lajmin e trisht për ndarjen nga jeta të gjyshes së saj, Maria, e cila është ndarë nga jeta në moshën 94 vjeçare. Kiara ka ndarë këtë dhimbje të thellë me ndjekësit e saj përmes rrjeteve sociale, duke publikuar 2 foto prekse, ku shfaqet momentet e bukura me gjyshen dhe vogëlushen Luna Mari. Në njërin prej fotove shihet Kiara e ulur pranë gjyshes së saj në një moment të ëmbël, ndërsa në tjetrën Luna Mari e përqafon me butësi stërgjyshen e saj. Ky dedikim emocionues ka shoqëruar fjalët e Kiarës për ndarjen e gjyshes nga jeta. Lam të mirë nana Maria e dashur. Do më mungoj gjithmonë zëri yt, përqafimi yt dhe lutjet e tua. U presh në paqe, ka shkruar Kiara në postimin e saj, shoqëruar me simbole paqeje dhe dashurie, duke shprehur dhimbjen e thellë për humbjen e një njeriu të shtrenjtë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.